Profesor, jeni pro-amerikan dhe pro-investimeve. Cili është qëndrimi tuaj për situatën në Zvërnec dhe pse ka ndodhur? Zvërneci ka një histori të hidhur në kohën e regjimit komunist. Zvërneci ishte një kamp, i hithin në atë kamp e mzdilin më djallë. Zvërneci nuk e ka askush, zotni. Zvërneci është i shtetit, është i kombit të Shqipërisë. Zvërneci është një vend strategjik për luftë. Sazani po ashtu. Pra, këto janë parrullat dhe prallat e Saliut dhe të Edi Ramës, të dy bashkë. Tani me që se më përmend Edi Ramën, po flisni për Zvërnecin, po për investimin e Alabarit në portin e Durrësit. Se atje është falë lurporti këtu në Zvërnec, pretendim pronash është. Edhe aty ishten, sepse këto i ka firmos Berisha, që kur ka qenë si në Durrës, si në Zvërnec, si në Sazan. Portin e Durrësit? Këta e ka firmosur kryeministri, Edi Rama. Edi Rama tash i ka bërë. Këto kanë qenë që përpara të firmosur me çështjen e Arabisë të vinin për të bërë para, për të mashtruar. Pra këto janë ca gjëra që janë mashtrime. Janë bërë plane, gjuaj në Durrës do bërshë një qytet me vete. Ja, ky është projekt. E pra, nuk janë të vërteta. Këtu ka qenë një që i qonin në Gropa. Ai është në këtë plan që si janë të vërteta.